Të dhënat më të fundit të publikuara nga Instat tregojnë se gabimet e shoferëve mbetet shkaku kryesor i aksidenteve rrugore në vend. Gjatë muajit janar 2026, në Shqipëri u regjistruan 96 aksidente rrugore, ku 149 persona mbetën të aksidentuar, mes tyre të vrarë dhe të plagosur. Krahasuar me janarin e vitit 2025, numri i aksidenteve ka pësuar një ulje me rreth 23,2%, një tregues pozitiv për sigurinë rrugore në nisje të këtij viti. Megjithatë, shifrat tregojnë qartë se pjesa dërmuese e ngjarjeve vjen si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Sipas raportit, 85,4% e aksidenteve ka ndodhur për shkak të gabimeve të shoferëve, duke konfirmuar se pakujdesja, shpejtësia tej normave apo mos respektimi i rregullave vijojnë të jenë problem serioz në rrugët shqiptare. Grup mosha 25-34 vjeç rezulton më e përfshira në aksidente, me rreth 31,3% të totalit. Sa i përket ditëve të javës, e premtja mban numrin më të lartë të aksidenteve, me 21,9%, ndërsa e marta ka rezultuar dita me përqindjen më të ulët, 6,3%. Në aspektin gjeografik, Tirana vijon të kryesojë për numrin e aksidenteve, e ndjekur nga qarqe të tjera me fluks të lartë qarkullimi. Edhe pse statistika tregojnë një rënje krahasuar me një vit më parë, të dhënat nënvizojnë nevojën për më shumë ndërgjegjësim, kujdes dhe respektim të rregullave të qarkullimit rrugor, në mënyrë që rrugët të mos vazhdojnë të prodhojnë viktima.